Çfarë të shikojmë sot praktikisht si thua pak a shumë programi I zhvillimit të konkursit. Pra, regjistrimet janë mbyllur tashmë. Data 19 nëntor është takimi I sotëm, që kishim në 20, por ndryshon në 19 që ishte më I përshtatshëm për disa. Dhe këtu do shikojmë të gjëra, do sqarojmë edhe një herë mënyrën se si do zhvillohet konkursi. Pastaj do tregojmë konkretisht se si mund bëhet një regjistrim me celular në iPhone, edhe do përpiqemi edhe në Android ta tregojmë. Pastaj pas kësaj date ju do filloni punën për regjistrimin e librit dhe kjo do vazhdojë deri në datën 18 janar. Dhe regjistrimet që do bëni do ngarkohen në një direktori të caktuar. Dhe pas datës 20 janar do publikohen regjistrimet dhe do fillojë periudha e vlerësimit nga publiku. Edhe nga juria edhe nga publiku. Pastaj në datën 22 mars mbyllen vlerësimet, në datën 27 ose 28 si ta shikojmë do bëhet takimi përfundimtar, do shpallet edhe fituesi. Tani si hapi parë është kjo forma, zgjidhni një libër që unë ua kam dërguar, disa e kam plotësuar, disa se kam plotësuar akoma. Pra, meqense ju keni vendosur të merrni pjesë në këtë konkurs, do zgjidhni një libër që ju pëlqen për të lexuar, librin që doni të lexoni. Tani çfarë libri do zgjidhni? Çfarë keni qejf? Unë këshilloj një libër që e keni lexuar përpara dhe ju ka pëlqyer, sepse një libër që ju pëlqen e lexoni më me shumë qejf, që ju ka pëlqyer dhe që keni dëshirë edhe ta ndani me të tjerë, që t'ua lexoni edhe të tjerë që ta dëgjojnë. Pra, një libër që për ju është një libër I bukur, që ju pëlqen. Gjua preferohet që të jetë gjua shqipe. Nëse keni qejf të lexoni në anglisht, në frëngjisht, në italisht, në italian, mund ta bëni, s'ka asnjë problem. Vetëm se dëgjuesit mund të mos dinë të gjithë anglisht, edhe ndoshta janë shanset më të vogla që të fitoni. Unë mendoj se shumica do zgjedhin shqip, por megjithatë mundësia është e hapur, nëse dëshironi. Tani, çfarë do bëhet me këto librat e regjistruar? Me librat audio që janë regjistruar pas përfundimit të konkursit. Pra, deri në fund të konkursit, derisa zgjidhet fituesi, të gjitha do jenë publike, ato regjistrimet, në mënyrë që të dëgjohen dhe të vlerësohen edhe nga publiku. Pasi të shpallet fituesi dhe të mbarojë konkursi, ato regjistrime që janë me cilësi të mirë dhe që nuk kanë edhe probleme copyrighti. Unë nuk marr shumë vesh nga këto gjëra, po do pyesim në 100 vesh, ka probleme, s'ka probleme, na lejon autori, s'na lejon autori, na lejon shtëpia votuese, s'na lejon shtëpia votuese. Unë si di këto gjëra, po do t'i zgjidhni. Pra, ato që nuk kanë probleme, që mund të publikohen pa problem, dhe që janë në cilësi të mirë, do publikohen përfundimisht, domethënë për gjithmonë, në YouTube, në faqen, në një faqe që publikohen libra, që është ajo volumi audio.com, që publikohen audio libra në shqip. Tani, ky formulari I zgjedhjet të librit ka titullin e librit edhe autorin, që janë të domosdoshme, me që janë me këtë pikën e kuqe. Pastaj, ose po e bëjmë mirë me këtë preview që të duket tamam formulari, pra do zgjidhet emaili, domethënë që të identifikohet se kush e ka plotësuar këtë formular, titulli librit, autori janë të detyrueshme, një foto e kapakut është mirë që të bëhet me telefon, ngarkohet aty, nëse ka pamje interesante edhe nga mbrapa bëj dhe faqes nga mbrapa të librit foto. Gjitha këto janë opsionale, viti I votimit mund shtojnë edhe në fund, ose s'është... Po, duken edhe nga kopertina, ose faqja e parë, mbas kopertinës, ose diçka e tillë, ose faqja e fundit, diçka e tillë. Pra këto detaje në një faqe ISBN, që të gjitha janë opsionale. Titulli dhe autori janë të detyrueshme. Edhe nëse zgjidhni një libër, mund ta ndryshoni para apo vonë, nëse ndryshoni mendje. Po mirë është të ndryshoni sa më shpejt sepse domethënë koha ime. Pasi zgjodhet të librin, është edhe kjo faqja audiolibra.ps.al që e kam instaluar unë. Mirë është që të futeni vetë kjo faqja, të regjistroni, sepse këtu janë disa libra në shqip, ka dhe në anglisht, po në shqip,
që i kanë lexuar të tjerë dhe të shikoni se si bëhet një lexim libri tamam ose me cilësi. Për shembull, po marr të librin ose po e filloj që nga fillimi, po bëj një logout edhe po bëj një prap login ose regjistrim. Atëre po e hap edhe një herë që ta tregoj konkretisht libra.fs.al. Po supozoj që nuk kam llogari, po bëj një regjistrim. Register username, password, email, po vendos emailin e universitetit. First name, kam bërë një gabim që se kam bërë share tek ajo, po s'ka problem, se kjo është duke u regjistruar faktikisht. Nuk e kam bërë screen share këtu. Se ka bërë screen share dhe ndërkohë ata që janë futur online, nuk e di çfarë është kjo. Okej, pazë. Mund ta bëj screen. Denis, e shikon ti atë ekranin që po vjen share? Në rregull. Denis është mjot, kështu që nuk dëgjoj, kështu që do e marr vesh. Okay. Daniel me shafia, jo Denis. Daniel, më fal. Okej. Atëre po shpjegoj këtë regjistrimin tek faqja alibra.fs.al, ku janë disa audiolibra të regjistruar. You vazhdoj, them register. You need to verify your email address. Se këto tani se diun si ulet kjo apo ta mbyll fare. Ja, mbyll fare. Nuk e di, vazhdon të sa. Okej, vazhdon. Jemi këtu. Email verification, le të shkoj tek emailin, mail.google.com. Edhe mundet. Jo. Po, pas ka në stan, nuk e di pse. Në rregull, atëherë po përpiqem edhe një herë të hyj te kjo faqja, besoj se duhet ta ketë marrë, po kam një farë fatja që duhet bësh shpejt e shpejt, domethënë brenda 5 minutash s'ka don. Megjithatë të okay, tani kam hyrë, domethënë. Këtu mund të po dëgjoj një libër për shembull, sa për provë. 1984. Autori George Orwell përktheu Sokolçunga, Shtëpia botuese, Peti. Lexon Gentiana Daka. Pjesa e parë, Kreu I parë. Ishte një ditë prilli e... Po e ndaloj. Tani, e vini re se si e bëj kjo, nuk filloj direkt leximin, po tha titullin e librit, tha autorin, tha shtëpi botuese, tha kush e lexon, ose përkthyesin nëse është libri I përkthyer, e përktheu, lexoj, tha emrin e lexuesit, pastaj tha Kreu I parë, pjesë e parë, edhe pastaj filloi leximin. Pra, mirë është edhe ju kështu ta bëni, jo thjesht vetëm hap librin direkt dhe fillo leximin, që të mos kuptohet. Fillova kapitullin e 2, thoj, kapitulli I 2, edhe fillo leximin. Fillova kapitullin e 3, kapitulli I 3, edhe fillo leximin. Tani, edhe ato audio që do okay, mos të kalojmë shumë shpejt. Pasi të publikojmë këto
audio, pasi t'i dërgoni ju audio, të mi dërgoni mua, unë do t'i vendos tek kjo faqja libradashas.fs.al, pra kur filloj periudha e vlerësimit. Dhe këtu për shembull është kjo faqe për këtë libër, edhe ky liku këtu të çon tek audio, tek audio libri që dëgjohet, është kjo këtu, që mund të dëgjohet. Tani, kjo faqe të lejon të bësh edhe vlerësimin, sepse kjo është si një rrjet social për lexuesit e librave. Dhe mund të bësh review, mund të bësh, shumë kjo ka 4 review ky libër, mund të bësh rating, edhe i nxjerr me yje. Për shembull, për këtë libër, ajo vlerësimi mesatar është 4.5, apo diçka e tillë. Një gjë e tillë do bëhet edhe nga publiku për librat që do lexoni ju. Domethënë do ta vlerësoj, mund të lënë në një koment, mund ta bësh share të njohurit, të miq, të shokët, edhe mund ta vlerësoj me yje, kështu. Dhe ky do jetë në fund vlerësimi nga publiku. Për shembull 4.5 yje nga publiku, edhe 5 yje të mundshëm nga juria, totali 10 yje. Kush merr më shumë fiton. Tani unë besoj që shumica e atyre librave që do lexoni ju do ta meritojnë, domethënë që të jenë libri fitues, por vetëm njëri do jetë fitues që do marrë çmimin, kështu që është edhe pak punë fati, punë shansi. Dhe shpresoj që ata të tjerë nuk do mërziten, sepse në fundit po bëni diçka që e pëlqeni, po bëni diçka që e bëni është qet, unë kështu e mendoj. Edhe nuk keni humbur gjë, po fitoj dikush fitoj, po fituat ju shumë mirë, po fitoj dikush tjetër s'ka problem. Ju s'keni humbur gjë, për shembull. Keni bërë diçka që ju pëlqen, në fund. Tani, si do bëhet dorëzimi i librave, i atyre audiolibrave që do lexoni. Unë kam bërë një direktori në Google Drive Share me secilin prej jush, pra secili ka një direktori të veçantë ku mund të bëj, ku mund të ngarkoj ato libra, ato audio që ka regjistruar. Për shembull, unë po mund ta tregoj këtu, nuk e di. Nëse do ta tregoj ku të bëj këtë demonstrimin. Tani, do thosha edhe këtë që publiku thjesht vlerëson me yje nga 1.5, kurse juria bën një vlerësim më cilësor, duke parë atë pasërtinë e regjistrimit. Çfarë kuptoj me pasërtinë të regjistrimit? Që nuk ka zhurma. Shumë nëse jam duke u bërë muhabete rreth e vërdall, më mirë lëreni për një moment tjetër që është më i qetë, që mos hyjnë ato zhurmat e ambientit në regjistrim. Pra kjo është pasërtia. Qartësia e leximit. Sepse edhe një z i qartë kuptohet, domethënë që është më i pastër se një z që është pak si i mbytur ose nëse jeni me grip, lëreni për ditë tjetër, lëreni ku të shkruajnë. Inshallah nuk është grip, shpresoj që të jeni mirë. Ose nëse në një është me grip, shpresoj që të shërohet shpejt. Pra, pasërtia, qartësia, intonacioni, sepse kur lexon një libër, domethënë mirë është ta lexosh me tone të ndryshme, sipas situatës. Domethënë një personazh thotë kështu, personazhi tjetër thotë kështu, pastaj është fjala e autorit. Kjo quhet intonacion. Unë nuk marr vesh, nuk jam ekspert për këto gjëra, por që një ide kështu të përgjithshme, po ja. Dhe një kriter tjetër vlerësimi është edhe gjatësia e librit, se një që lexon një pjesëmarrës që lexon një libër me 10 faqe, s'është njësoj si një pjesëmarrës që lexon një libër me 100 faqe, ose 200 faqe. Pra, edhe kjo ndikon. Mund të vazhdoj. Po të bëj një foto të gjithëve që ta. Bëj një foto, po. Pra, është edhe gjatësia e leximit. Okej, do të trinis tash. Mirë. Faleminderit, ju bashkë, e kalosh mirë. Dhe unë do thosha që zgjidhni një libër që mos jetë as shumë i shkurtër as shumë i gjatë. Keni mundësi ta lexoni të gjithë brenda kësaj periudhe, sepse edhe një libër që fillon lexohet dhe nuk arrin deri në fund, prap të lë diçka të pakëndshme në fund.
Domethënë e lexon në një farë vendi dhe vetë deri afër fundit, pastaj pjesa e fundit mungon. Kështu që mundësisht zgjidhni një libër që keni mundësi ta lexoni të gjithin. Mos jetë shumë i madh, mos jetë as shumë i vogël, si ta mendoni ju domethënë. Tani ça do thoshin tjetër punë, ça do seroni tjetër? Për shembull si funksionon ky direktorat. Nisni autopro? Ta ngarkoj Po, ja, do mundohem ta bëj share të telefonit tim që të tregoj se si mund ta bëjmë regjistrimin në telefon. Një sekond. Po, ndoshta. Flasim. Unë po e regjistroj, kështu që edhe këto gjëra, gjithsesi, edhe numër. po patjetër. Në rregull. Gjithsesi edhe për ndonjë pyetje që mund të keni më vonë, prapë mund të vini të më kontaktoni, unë këtu jam. Domethënë, edhe këto ditë deri në fund vitit, po edhe në fillim të vitit. Okej. Mirupafshim, shalom. Mirupafshim. libri fillonte si e regjistron pjesëkesë ose për shembull kapitull. Po, e mira është kapitull, për mendimin tim, ose pjesë. Domethënë, varet se si do ta organizoni ju punën, sepse secili e organizon sipas mënyrës së tij, domethënë. Por Pjesëkesë po pastaj ku që s'marrë shkak teknologjia sipër, në kesh i dërgoj dhe kush i nota, kush i problem. ja, këtë po mundohem të sqaroj tani. Kapitulli e parë më një edhe e ngarkon një ashtu dhe ashtu në dy. Tani, unë kam bërë share të celularin tim. Do më ndihni pak, pastaj diskutojmë prapë. Tani, çfarë mund të përdorëm për të regjistruar? Mund të ketë programe të ndryshme, mund të ketë programe shumë të mira. Kjo ka vetëm një tools këtu tek iPhone utilities, apo ç'a është këtu. Ka këtë voice memos. Besoj se duhet ta kenë gjithë iPhone-ët, se unë nuk e kam instaluar. Në ato bibliotekë. Okej, shumë mirë. Atëherë këtë voice memos mund ta përdorim për të regjistruar librin. Si funksionon kjo? Shtyp direkt pullën e kuqe dhe ajo fillon regjistron. Për shembull, është to record voice memos and call. Nuk mund ta Ska jo unë kam kjo, për mua është thjesht, mjafton një telefon, iPhone-i që kam. Okej. Këtë rekord dhe po, shtyp pullën e kuqe, fillon leximin, mbaroi leximin, shtyp pullën për ta ndaluar, pullën katrore. Dhe i ruaj aty. e ruan këtu. Tani si do ta transferosh tek ajo direktoria që është ja pra të po tregoj. Unë pas kam një rekord këtu, dale new recording, e shtypa këtë. Tani po shtyp tek këto pikat këtu, tek këto options apo çfarë është kjo settings. Shikoni këtë share këtu. Me këtë share mund ta eksportoni këtë regjistrimin nga programi në atë fajlat e brashë, i them save to files. Save to files. Dakor, e ruaj si skedar, eksportoj nga ajo si thua e programit tek skedarët. Hajde. Si jeni? Mirë. Fillua atë? Po. Ju ulën një reatorni, bëni një foto. Po. Ke shumë pak. Shiko, Që mase. për foto dhe për gjëra, nuk mund ta Dakor, ngjesh. mos bëj, nuk ka problem. S'ka problem. Këta janë online? Jo. Njeri është online, Danieli. Përshëndetje. Se na shef Danieli? Nuk na shef. Neve nuk na shef Danieli sepse kamera është e drejtuar nga ekrani. Danieli shef ekranin. Okej. Në rregull? Po, për shembull, mund ta bëjmë direkt që ta dërgojmë te dikush në WhatsApp. Një sekond, nuk kam se ta dërgosh në WhatsApp. E bën share dhe edhe në files. Pra, ngjelëm këtu tek share. Prit, i bëra share-un, ku ndolja? Është kjo një recording këtu. I them save, ose mund t'i bëj një emër këtu, për shembull kapitulli i parë. Dasho, Urdhë. unë bëra disa foto, Në sa rregull. për më dërgoj një tekst të shkurtër. Çfarë është? Çfarë Do konsiston? të po e regjistroj, do ta dërgojmë videon që ta bësh kompletën vetë. Do të thotë. Vetëm e hiq zërin tim tani që më ndërprer. Patjetër mos më. E kaloj fshimin. Mirupafshim.
Pra, i bëra një eksport tek files. Tani po shkoj tek files, ta shikoj ku e kam aty. Files është kush është files këtu? Është ky aplikacioni këtu. Ky aplikacioni këtu është files. Ja po shkoj tek files, te documents. Është ky, unë i vura emrin kapitulli 1. I vura emrin kapitulli 1. Tani ç'a mund të bëj me këtë? Që këtu s'mund të bëj gjë, por po shkoj tek Google Drive. Atëre te këto te aplikacionet Google, është aplikacioni Drive këtu në mes. Ai aplikacioni që është aty në mes. Shtyp Drive. Tani unë kam bërë share një direktori me secilin prej jush. Dhe po të shkoni tek ato direktorit që janë share, nuk e di ku është tu, po në kompjuter web. Gjithsesi, mua më del këtu kjo. Po. Aty jetë edhe jo, të shërë. Okej, në rregull. Atëre, edhe juve mund të dalë diçka e tillë, audio libër minus edhe emri im. Juve duhet të dalë emri juaj. Tani klikoj ose shtyp te kjo direktori, është bosh. Do zgjedh të plusin për të shtuar. Zgjedh plusin këtu. Dhe do t'i them upload file, është kjo e para. Upload file. Upload file, këtu ka dy opsione, photos and videos, browse. Do t'i them këtë browse. Browse që edhe një, plus upload files, browse, sepse kjo browse ma ka të files të kompjuterit, të ti, iPhone-i. Dhe unë i kisha të documents, atë e bëra save të documents, aty mu rruajt, ja kush kapitulli 1. E selektoj këtë dhe i them open. Mund t'i ndryshoj dhe emrin tani, po unë ja ndryshova një edhe miq parë, e bëra kapitulli 1, është okay, po i them upload. Ja ku doli kjo, tani kapitulli 1 që është në Google Drive. Tani, në momentin që kjo është në Google Drive, unë mund ta aksesoj këtë, mund ta shikoj. Edhe kështu, lexove kapitullin e parë, ngarkoj, lexove kapitullin e dytë, ngarkoj, e kështu me radhë. Tani, një gjë që e kalova unë, para se të bëhet ajo, pasi i bën save, papim edhe një voice memo. Tani, në momentin që kam zgjedhur këtë new recording këtu, mund t'i bëj qa opcionesh të tjera kam këtu, kam rename, okej, mund t'i ndryshoj emrin, po kam dhe këtë edit recording. Edit recording, pra kjo e ke regjistruar një gjë, mund t'i bësh edhe editim. Tani, ky aplikacion mund t'jetë ndryshëm sipas versionit të iPhone-it, nuk e di, po që pak a shumë një datë gjëra duhet ketë. Edhe do shikoni si funksionon, do ta provoni, po se gjithë do kërkoni ndihmë. Tani ç'a mund të bëjmë këtu? Për shembull trim. Si bëhet kjo trim? Ja e lëviza këtë lidhjen e verdh. Nëse unë i them trim, besoj ajo atë pjesën që është jashtë të verdhës do ta fshi. Do të thënë trim fshin ose në fund ose në fillim. Me sa kuptoj unë. I them trim këtu. Tash trim? Është kjo opcioni trim, ky butoni trim këtu në fund. Trim. Atëre, ajo kishte dy opsione. Kishte këtë trim, kishte edhe këtë delete. Delete fshin pjesën e verdhë, pjesën e selektuar. Nëse e kuptoj saktë. Kurse trim fshin atë pjesën që është jashtë pjesës së selektuar. Pra, nëse ke filluar regjistrimin, po ka një farë kohë bosh, janë 3-4 sekonda bosh. Me trim mund t'i fshish të 4 sekonda bosh, të 4 sekonda. Tani, s'kam mbaruar akoma sepse do t'i them apply. Është ky butoni apply këtu lart. Them apply. Dhe po, edhe replace. Recording disabled to jo, replace është tjetër gjë. Shiko, replace është, shikoj të vinë blu, ajo të përcakton se ku do filloj. Tani, nëse unë shtyp replace, ajo fillon regjistrimin edhe një dhe e mbishkruan atë pjesë. Pra nëse diku të është marrë goja dhe ke lexuar një fjali gabim, mund ta gjesh atë që është e lodhshme, që ta gjesh atë pjesën që është gabim edhe
Mund ta lidhë dhe me gabimet vogla, nuk ka problem. Domethënë asnjë nuk është perfekte. Edhe nëse është leximi mund të merret goja në një vend, mund të ketë ndonjë gabim, s'ka si problem. Gabimet vogla janë të pranueshme. Perfekta nuk ekziston. Ne përpiqemi ta bëjmë sa më mirë, por perfekte se bëjmë dot asnjëherë. Domethënë ti jeni të qetë nga kjo anë, ti jeni të çlirët. Por që kjo e ka mundësinë edhe ta zdërcosh një pjesë. Domethënë duke shtypur i pjesë, mund ta lexosh edhe një atë pjesën që është gabim, edhe bën stop, edhe ajo zdërcon atë pjesë. Këtu tani, nëse shtyp këtë butonin ku lart, ose e ruaj si një regjistrim të ri, pa e modifikuar atë originalin, ose i them save recording që e shin atë që ishte dhe ruan këtë version e modifikuar. Po i them save recording në këtë rast. Tani unë si bëj do të dyja, edhe regjistrimin edhe këtë Google Meeting të online, sepse nuk e lejon nësa kuptoj unë. Shqyr që kisha një gjithë të vogël edhe të regjistruar sa për demonstrim. Po e mbyll këtë, po e mbyll edhe Google Drive. Tani, mund të përpiqemi ta tregojmë edhe në Android. Nëse mund ta bësh, po, mund të lidhesh me këtë që edhe ta demonstrojmë atë, edhe ta regjistrojmë. Ose shko tek nëse del tek Google Meet. E merresh? Duhet të ketë një. Të futem direkt i po? Po, Se më duhet ajo është. Tani, shiko, duhet të ketë një share screen atë. Po. Unë po e mbyll të që mos nga kërë shumë ndërfaqe. Nuk e di, sikur s'po shoh gjë, sikur s'po Po, del. është dje që më duhet që të... Okej. Atëherë, duhet të zgjidh se ka aplikacion të bësh share dhe ndaj. Më nuk se doli. Doli tani? Po. Mira kisha. Atëherë, në Android kemi mundësinë që kemi këtë voice recorder. Jo, nuk është bëja akoma share. Be edhe një. Doli lidhja. Hey, show my screen anyway. Oops. Jo. Dale, bëj një stop presenting. Po. Pa provoj edhe një? Okej, doli, tani është në rregull. Po. Atëherë, kemi opsionin që kemi këtu voice recorder. Afro kësaj, sepse këtu regjistër, këtu është mikrofoni që dëgjohet zëri më qartë. Po, edhe një herë? Po. Me Android Kemi voice recorder, po. opsionin me anë të aplikacionit voice recorder, Po. ku unë paraprakisht kam regjistruar diçka të vogël si provë Po. dhe sejvohet gjanë në device. Mund ta provosh të regjistrosh diçka të re? Unë e di që duke qenë të lidhur edhe me atë Google Meet se bën, po ku ishte butoni që regjistron? Është butoni kuq aty. Po, butoni kuq fillon regjistron. Në momentin që është e pamundur për shkak se jemi në kohë, po. Edhe mikrofonin e ka marrë ajo, e ka zënë ajo Google Meet. Okej. Kështu që kam regjistruar diçka paraprakisht, i kam vendosur emrin provë. Po. Dhe ndryshe nga iPhone-i, kjo si voice recorder është i regjistruar në pajisje vetë, nuk ka nevojë që ti bësh save në pajisje. Nuk ka nevojë të bësh share dhe ti bësh save. Okej. Kjo është mënyra akoma më e thjeshtë, po. Pasi kemi atëherë mund të tregojmë këtë pjesën këtu që si ngarkohet në Google Drive kështu. Mund ta hapësh në Google Drive si ose editimi. Jo, të shikoj pjesën e editimit si aplikacion. Po. Edhe ky të ofron mundësi për modifikime, ja ku është pjesa lart. Tek pjesa e gëshërve është pjesa që ne mund t'i bëjmë prerjen ose njësoj siç ishte aty edhe fshirje edhe trim. Për shembull, kjo është një nga mënyrat për ta ndryshuar, i japim save. Çfarë të bëj ato? Okej, s'ka problem. Po. Kjo është ideja, domethënë edhe këtu të lejohet që ti bësh trim apo ta editosh, të bësh editime, modifikime të vogla.
Pas kësaj, Si mund ta ngarkojmë tek Google Drive? Mund ta hapësh Google Drive? Për ngarkimin në Google Drive, ne kemi opsionin, mund të futemi direkt nga linku që na keni nisur ju në Gmail. Po, duhet dalë edhe në Google Drive, edhe pa pasur linkun. Okej, gjithsesi mund ta hapësh edhe nga linku, po. Atëherë këtu na del direktoria që keni Po. krijuar ju. E klikojmë për ta hapur. E kam ngarkuar gjama. Ngarkoj edhe një herë, s'ka gjë. Bëj edhe një plus, po. Bëj edhe një plus. Plusi. Po. Mund të ngarkojmë një dokument. Mund të ngarkojmë shumë gjëra të ndryshme, Është por kjo ne do kalojmë tek upload, pjesa e parafundit upload, po. Klikoj tek Do upload. klikojmë tek upload për të gjetur failin e duhur. Mund të kalojmë tek audiot, që janë sipër. Po. Ne kemi audiot me radhë ato që duam të Po, këtë provën edhe një herë. Po. Ngarkojmë provën, mund t'i editojmë emrin, mund ta ndryshojmë. Po. Dhe bëjmë upload që është lart, pjesa lart. Mund të marrë kohën e vet, pasi audio do jetë Ja, gjatë. doli prapa ajo prova aty. Tani në momentin që ti ke hedhur këto dy skedar, edhe mirë që të emërojnë në mënyrë, domethënë 1, 2, 3, pjesa e parë, pjesa e dytë, pjesa e tretë ose kapitulli i parë, kapitulli i dytë, kapitulli i tretë. Pastaj nëse kemi ngarkuar një padashje dhe nuk duam, është gjithmonë opsioni për ta fshirë, pasi të dëgjojmë edhe një herë se ndoshta nuk na pëlqen. Po, patjetër. Pra, tek ajo direktori që kam bërë share-un, ju mund të bëni ndryshime sa herë të doni. Mund të ngarkoni, mund të fshini, mund të zvendçoni një skedar me një tjetër deri në momentin e fundit që mbyllet konkursi para se të publikohet. Në rregull. Kjo është ideja. Po, faleminderit Alfreda. Mund ta bësh stop atë tani. Po. Tani unë po bëj edhe një herë share ekranin tim. Sepse dua të tregoj edhe se si mund të regjistrohet nga Windows, për shembull, nëse kemi laptop, nëse duam mund ta regjistrojmë me një smartphone, me një telefon, mund ta regjistrojmë me një tablet, mund ta regjistrojmë edhe me një laptop ose kompjuter. Por nëse do ta regjistrojmë me një kompjuter, do të sigurohemi që e ka mikrofonin të mirë, sepse disa mund ta kenë të mirë, disa nuk e kanë të mirë. Ose mund të gjejmë një mikrofon të jashtëm me kufje me mikrofon që lidhet me fish me laptopin. Çka ketë mikrofon të mirë, duhet ta provojmë një. Atëherë këtu tek aplikacionet voice si ishte ajo? Sound recorder. Atëherë kemi këtë aplikacionin Sound Recorder në Windows. Edhe në Linux ka aplikacione plot për të regjistruar zërin, është gjëja më e thjeshtë që mund të bëhet, domethënë. Edhe klikojmë butonin regjistro, fillon let Sound Recorder access your microphone, to change this later, go to the settings. Yes. Tani kjo është duke regjistruar, unë duke folur e kjo duke regjistruar. Mbarova regjistrimin, ose nëse do ta ndaloj, i them pause. Vazhdoj. Në fund fare e mbyll me stop. Edhe kjo e ka regjistruar këtë skedarin, janë dhe emri këtu recording edhe data e regjistrimit. Tani ç'a mund të bëj me këtë? Mund t'i bëj rename për shembull. Ka thënë rename show in folder, që ta shikojnë ç'a direktori është. Kjo është users document sound recording. Këtu e paskaroj, document sound recording. Po, mund ta kalojmë edhe në desktop, për shembull copy ose cut, copy, ose nuk e di, a ka direkt send to desktop, jo. Okej, s'ka problem. I bëjmë copy, kalojmë në desktop edhe i themi paste,
edhe në desktop. Tani që e kemi këtë, mund ta përpunojmë pak, mund ta editojmë pak, ndoshta edhe kjo sound recorder, për shembull, këtu kemi një pjesë bosh, që ndoshta duam ta fshijmë. Nuk e di, a ka mundësi kjo për urdo? PC.8. Tani po ta heq unë. Nuk po e shikoj këtu një mundësi editimi, ndoshta e ka, po s'ka problem. Sepse në kompjuter ne mund të përdorim edhe një program si Audacity. Audacity është një program për editimin e skedave audio. Për këto gjëra që thamë ne për editimet të vogla, mund bëjë editimet avancuara, po ne thjesht për gjërat vogla e duam. Prerje e një pjesë të vogël ose ndoshta fshirje e atyre hapësirave bosh pa zë. Ku e gjejmë këtë Audacity? Mund të kërkojmë në Google me Audacity, download. Na del faqja download Audacity edhe shkarkojmë të për versionin për Windows. Unë e kam shkarkuar, e kam instaluar dhe mund ta hap sa për ta parë se si duket Audacity. Ky është programi, i them file open në desktop në audhën ne, pse s'dela si gjatë aty. Ose nuk kjo hap një projekt si duket, kjo open. Po sikur ta marr direkt nga kjo, për shembull, edhe po e këtu. Ndoshta do të krijoj një projekt. Okej. Krijoj një projekt. Dhe një projekt mund të ketë disa tracks. Okej, këtu add tracks apo jo. Nuk po e gjej se si bëhet, kështu që po që se keni mund me siguri që pyet atë Gemini se si ta bëj këtë, si ta bëj atë ta tregon, edhe pse dite. Unë s'e kam përdorur ndonjëherë, kështu që nuk di si të orientohem për momentin. Kështu që po që se keni mundësi ta bëni me telefon ose me tablet, më mirë. Po që se ashtu me kompjuter, me laptop, edhe kjo bëhet, nuk është ndonjë problem, po duhet gjetur pak. Don't say. Ashtu. Tani, qa kishim tjetër ne? Para se ta mbyllim, kemi ndonjë pyetje në gjë? Unë s'më kujtohet në gjë se çfarë tjetër mund të diskutojmë. Ti tash ke edhe. Jo, të s'kem gjë. Mund të pësë diqa? Patjetër. Libri që do regjistrojmë tekstin, duhet jetë fizik apo mund të jetë edhe thjesht online? Ti mund ta lexosh edhe online, sepse se ka problem. Po, Daniel, nuk ka problem, nuk është vetëm të jetë fizik, mund të jetë për shembull PDF, mund të jetë e-book, nuk ka rëndësi. Vetëm që s'do të jetë audio, që ta marrësh online edhe ta dorëzosh, do të jetë leximi jot. Mund të jetë një libër, nuk ka problem nëse është një libër që e ka lexuar dikush tjetër. Ti bën leximin tënd, sepse dikujt i pëlqen ai ajo mënyrë leximi, mua më pëlqen leximi jot, për shembull. Siç ka përkthime të ndryshme të një libri, nuk e di pse na u bë shumë e ngarkuar kjo. Po e bëj një stop sharing. Okej, se kjo na ngarkon dhe shumë të faqe. Pra, nuk ka problem. Mjafton që ta lexosh ti, mund të jetë online, mund të jetë sido që të jetë. Mund të jetë
libër digital, për shembull e-book, PDF, s'prish punë. Nuk e di nëse na ndoqë që në fillimi, mirë është që të jetë shqip, po mund të jetë edhe anglisht, mund të jetë në gjuhë tjetër, si ta kesh shefti. Dakor? Kemi një pyetje tjetër? Pjesën e audiencës, do jetë universiteti që do ishte online? Ne me storja të shëti, apo ne me mishë në datë? Edhe universiteti mund të bëj punën e vet, shumë mund t'i shpërndaj në Facebook, në ku ta diun ç'a kanalesh sociale ka universiteti, po edhe ju mund të bëni punën tuaj. Për shembull, dhe mirë është që ta bëni. Domethënë, për vlerësimin nga publiku, ju mund të ftoni shokët e klasës, mund të ftoni miq që të japin vlerësimin e tyre. Në fundit ajo do jetë një mesatare. Shumë nëse dikush jep 4 yje, tjetri jep 5 yje, vlerësimi mesatar është 4.5. Nuk ka rëndësi nëse e vlerësojnë 10 veta apo 15 veta. Rëndësi ka mesatarja. Më të diçka? Patjetër. Këto regjistrimet që do dërgojmë ne, do idhen në ai website që tregove ti apo thjesht në rrjetet sociale? Po e tregoj edhe një herë. Këto regjistrimet, ta bëj share ekranin edhe një herë. Këto regjistrimet do ngarkohen te ky programi ku mund të dëgjojnë. Pra ky është një program për audiolibra, është afat për të dëgjuar audiolibra. Dhe që këtu bëhet share një link për tek kjo faqe këtu. Dhe shumë do jep diçka e tillë. Do krijohet një faqe për secilin libër te kjo faqja libradashës.fs.al. Kjo libradashës.fs.al është si një rrjet social për lexuesit e librave, ku mund të sugjerojnë libra shokëve dhe miqve, mund të japin një review, një koment, një vlerësim për një libër të caktuar. Dhe kjo do përdoret për të grumbulluar vlerësime, për të mbledhur vlerësime. Pra nëse ti i thua një shoku që hajde voto për librin tim, së pari duhet regjistrohet te kjo faqe këtu. Sepse unë mund të shikoj vlerësimet këtu, por nuk jam bërë login dhe nuk mund të bëj vlerësim pa qenë i regjistruar. Edhe regjistrimi nuk është i vështirë, është shumë kollaj. Tani, po të marrim si shembull këtë librin këtu. Ky është një audiolibër, po linkun e ka këtu për të dëgjuar. Këtu ka një përshkrim të librit, është autori, është këta diun në gjë tjetër, janë edhe vlerësimet ato reviews më poshtë, ka dhe reviews, por vetë përmbajtja e audios nuk është në këtë program. Sepse ky s'është për këtë punë, është për komunikim social. Vetë përmbajtja e audios është në këtë linkun që do vendoset këtu, që është programi i audiolibrave. Kjo do përdoret për publikimin dhe vlerësimin e librave gjatë periudhës së konkursit, derisa të shpallet fituesi. Kur të shpallet fituesi, ato regjistrime që janë me cilësi të mirë dhe që nuk kanë probleme me të drejtat e autorit, do shpërndahen publikisht më gjerë, për shembull në YouTube, në Facebook, në rrjetet tjera sociale, tek ajo faqja. Po që se na i pranon ajo zonja, volumi, Violeta volumi, dhe kjo volumi audio. Audiolibra, po, volumi audiolibra.com. Pra, është kjo faqja që ka këto libra të regjistruara dhe unë ato audio që kam vënë si shembull nga kjo e kam marrë, faktikisht nga kjo e kam shkarkuar. Kjo të lejon që ti shkarkosh, ti shpërndash, sepse nuk është një faqe komerciale. Qëllimi i kësaj është domethënë shpërndarja e këtyre, që të jenë të dobishme për sa më shumë njerëz. Nuk e bëjnë përfitim këtë punë. Edhe ne, juve jeni vullnetar në këtë rast, sepse njëri do fitoj, ju të tjerët edhe pse mund të keni lexuar shumë mirë, ose ata të tjerë, se mund të fitosh edhe ti. Edhe pse mund të kenë lexuar shumë mirë, nuk do e marrin çmimin, vetëm mirë e marrin çmimin. Gjithsesi, nëse ju e bëni me dëshirë dhe me qejf të punë, nuk keni humbur gjë, për mendimin tim.
Kam një pyetje tjetër? Para se ta mbyllim, unë doja t'u tregoja edhe këtë laptopin që do duket aty, që është për fituesin. Pra, kemi këtë çantën, dhe laptopin. Dhe ky është një laptop është shumë i mirë, është 2 në 1. 2 në 1 ka kuptimin që përdoret edhe si laptop, po mund të përdoret edhe si tablet. Paloset dhe përdoret edhe si tablet. Dhe në momentin që është i palosur, tastiera këtej shkputet, kështu që nuk ndikon, nëse është nga vrapas nuk ka problem. Nuk ndikon. Mund të vendoset edhe kështu për shembull për të parë video. E palos në këtë formë dhe e vendos në tavolinë në mënyrë të tillë për të parë video. Është me touch screen. Prandaj them që edhe si tablet sepse është me touch screen. Momentalisht ka të instaluar një sistem që quhet Pop OS, që është i bazuar në Linux dhe që funksionon mirë në tableta dhe në touch screen. Ka të instaluar edhe Zorin OS, që është një sistem Linux shumë i mirë. Ka edhe Windows, që ose e doni Windows 11, por është pa inicializuar. Domethënë, ato username, password, ato gjëra, email do t'i vendosni vetë. Te kjo fleta këtu kam passwordin, që mos harroj, prandaj ja postonoj. Kemi ndonjë pyetje tjetër, ndonjë gjë tjetër? Atëherë unë them që ta mbyllim. Edhe ju uroj suksese, po keni ndonjë pyetje, ndonjë gjë tjetër, unë këtu jam ose me email ose me WhatsApp, ose mund të vini fizikisht për ndonjë gjë, për ndonjë ndihmë.